Turizmi në Shqipëri po përjeton një periudhë të artë të zhvillimit ku gjithnjë më shumë vizitorë nga rajoni, veçanërisht nga Kosova, po e zgjedhin vendin tonë si destinacionin e tyre kryesor të pushimeve. Sipas të dhënave zyrtare të Institutit të Statistikave, Kosova vijon të mbajë vendin e parë për nga numri i shtetasve që kanë hyrë në Shqipëri gjatë sezonit veror 2025. Vetëm gjatë kësaj vere janë regjistruar rreth 2.2 milion hyrje nga Kosova, duke përbërë pjesën ndërmuese të turistëve rajonal që kanë vizituar vendin tonë. Pika kulmore e fluksit të turistëve nga Kosova është shënuar në korrik dhe gusht, muajt tradicional më të ngarkuar të sezonit veror. Kjo përkon me periudhën e pushimeve familjare ku shumë qytetarë kosovar shfrytëzojnë fundin e verës për të vizituar plazhet dhe qytetet bregdetare shqiptare nga Shëngjini e Durrësi deri në Vlorë, Sarandë dhe Ksamil. Në tërësi të gjitha pikat kufitare ndërmjet të Shqipërisë dhe Kosovës, por veçanërisht ajo e Morinit, kanë regjistruar rritje të ndjeshme të qarkullimit, çka tregon se vendi ynë po fiton gjithnjë më shumë terren si një destinacion turistik rajonal. Edhe këtë vit, si çdo herë më parë, shtetasit e Kosovës mbetën vizitorët më të shumtë dhe me besnik të turizmit shqiptar, një dëshmi e lidhjeve të forta, kulturore, gjyrësore dhe emocionale mes dy vendeve. Rritja e vazhdueshme e fluksit të vizitorëve nga Kosova mbart edhe sfida të reja për infrastrukturën, shërbimet dhe menaxhimin e sezonit turistik. Ekspertët e turizmit theksojnë nevojën për zhvillim të qëndrueshëm të investimeve në rrugë, akomodim cilësor dhe trajtimin e stafit në mënyrë që eksperjenca e çdo vizitori të përmirësohet vit pas viti.